Shkodra po shndrohet gjithnjë më shumë në një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj. Vizitor nga Australia, Franca, Arabia Saudite, por edhe nga vende të rajonit, po zgjedhin qytetin verior për të përjetuar një eksperiencë të veçantë kulturore dhe historike. Turistët shprehen të mahnitur nga bukuria natyrore e qytetit, ndërthurja e trashëgimisë kulturore me historinë mijëravjeçare, si dhe nga mikpritja ngrohtë që ofrojnë qytetarët e Shkodrës. From Montenegro. Jemi nga Mali i Zi, këtu është qyteti i këndshëm, ka shumë vende për të qëndruar. Sapo pim një kafe me shokët dhe gjithashtu më duhet të them që kamarierët janë vërtet të mirë dhe ka njerëz shumë të mirë. E dua këtë qytet, më pëlqen kjo qeleshja dhe dua t'ja blej kësaj zonje së sjellshme. Siç tha dhe ai, dua të shtoj që është shumë këndshëm, çmimet janë befasuese, ishte një pjesë shumë e mirë dhe kjo. Vi nga Australia, kam qenë këtu edhe më parë, vërtet më pëlqen. Kur jam këtu ndihem mirë, liçeni atmosfera. Jam në qytetin më të mirë në Shqipëri me siguri. Është shumë mirë, është plot këtu. Hera e parë që vi, por më pëlqen. Vi nga Londra, kemi ardhur këtu dje. Kalaja është shumë e bukur, liçeni ura e mesit. Jemi nga Arabia Saudite, e duam këtë vend. Është hera e parë që vim në Shqipëri, hera e parë në këtë qytet dhe është fantastike. Na pëlqen çdo gjë rreth saj. Vi nga Franca dhe po ashtu është hera e parë këtu, po qëndrojmë këtu dhe na pëlqen. Kemi qëndruar 2 netë dhe një ditë të plot, më pas do shkojmë në male. Qyteti është shumë i këndshëm, njerëzit janë mjaft të sjellshëm. Brëm festuam shumë dhe ishte shumë bukur të ishim aty. Sapo vizituam këtë mëngjes kalan, ishte shumë bukur, pamja ishte e mrekullueshme. Nga kalaja mallështore deri tek rrugicat e vjetra me gjurmë historie, çdo cep i Shkodrës ofron turistëve diçka për t'u zbuluar.